Ua, sa bukur. Provojmë tani. Që nga goxha i fuqishëm. Do t'i vendos të kokën e bukur. Do bëj këtë që kam kaq kohë që e mendoj që nëse do kisha një Dyson, do ta bëja. Një unë i thava, jo 100%, e lidhëm me Bluetoothin. Kjo është një kokë për të dyja anët. Domethënë kur dua ta kthej për nga jashtë e kthej këtej, hapim flokët në seksione. Okej, ky lloj kaçorreli normalisht është i thjeshtë për të bërë, nuk ka ndonjë shkencë të madhe. Si unë do rrezikoj sot se më duket as pak interesante që të bëj me atë kokën tjetër, do bëj me këtë. Do provojmë sot këtu, nuk jemi për perfeksion. Shoje? Nuk ti ta përdor fare këtë. Ja, unë se kam fare me këtë. Lere se i qava për sot. Ok, mbarova këtë pjesën poshtë, po tani që ta bëjt madhe fare, do ta provoj prap këtë që nuk e di te palukja. Te pjesa më kryesore, unë do provoj këtë. Si do mësojmë neve, po nuk i praktikuam. Mësojmë ta bëjmë gabim që herën tjetër apo mirë. Me ndryshimin e vetëm që unë po lëndam këtu përpara jush. E qava. Ua. Kam paru keret më shumë se unë. Ama, se sta lita e shkesh. Pas ka lidhje me kaçorrelin, ky është problemi. Ni ta heq kuriozitetin, unë t'i jap edhe një herë këtyre qimeve të elektrizuara këtu. Do që është i dukshëm ndryshimi, apo jo? Okej, se i dhash edhe një herë me këtë të voglën, se më duhet për të bërë një video që të jem pak më prezente se sa kaq. Shkoni ju atë video, e kuptoni vetë sepse i kam flokët kështu se kam bërë prova me Dyson.